Ka me konë shumë më mirë se cilën herë tjetër, është rezultat befasus. Qa pretni me konë, ose qka po është ndryshën e fushatën LAP prej herës të kalume? Energjia, entuziazmi, njerëz të shumë atë gatshëm se fushatave tjera edhe gjithë shka. Zoti Guri, cili prendi sipas jush me ka rezultatin e LAP? Lopi gjithmonë ka qenë pasion i LDK-s, vazhdon me mbet boza jonë, edhe gjithmonë ndryshimet nisin prej Lopit, kështu që natyrisht edhe kësaj here ndryshimi i madh ka me nis prej Lopit, e ka me shku gjithandej Kosovës, e presim një rezultat jashtëzakonisht mirë në LAP, qashtu që presim edhe në krejt komunat tjera të Kosovës. Bashkimi i LDK-s ka dhonë rezultate, ato rezultate mas shumë të vrejen edhe në LAP, kështu që ne po presim rezultat jashtëzakonisht pozitiv në zgjedhjet e së dielës. Aja që kemi pa përpara listës zyrtare të LDK-s, ka qenë refuzimi i zotit Velio për me ka në pjesë. Cili është një mesazh juaj për zotin Velio? Lidhja Demokratike e Kosovës është e hapur ndaj secilit antar, sidomos ndaj personave që kanë kontribuar gjatë Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK i ka ftuar secilin antar të saj në bashkimin e madh të LDK-s, mirë po qëndrimet e secilit janë individuale, personale, mirë po e rëndësishme është misioni jonë i përbashkët, e ai mision i përbashkët është rezultati sa më i mirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës të dielën. A jeni të gatshëm me bashkëpunu me vetëvendosjen ose me ndonjë parti tjetër të opozitës së deri djeshme për formimin e qeverisë? Qaj aktivisti që aty për mas ma bën ju, kështu që na ngujmë antarësin tonë, është shumë herët me full për veprimet pas zgjedhjeve, ne jemi tash të përkushtun 100% në ekipët tona, në shtabët tona, edhe në punë për rezultatin e madh cilin po e presim me datën 7 qershor. Forumi i rinis ka njerëz jashtëzakonisht mirë në listë, edhe ne si forum kemi përfaqësim, është edhe Alisa Jetullohu, e cila vjen nga LAP-i, po është pjesë e forumit të rinis, përfaqësuar edhe me 4 kandidatë të tjerë, kështu që për ne është e rëndësishme tash mobilizimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për një rezultat sa më të mirë në zgjedhjet. Çka ne kuptoni me rezultat të mirë? Rezultati i mirë është ajo çka e synojmë të gjithë, domethënë ne synojmë që me dalë sa më mirë. Nuk e sa është sa më mirë, aq sa e vlerëson populli i Kosovës me datën 7. Për secilën parti politike më mirë është numri maksimal i votave. Mirë po për ne e vlerësojmë edhe secilin votues që voton Lidhjen Demokratike të Kosovës diellën, ju bëj thirrje nga nuk jemi të fokusuar në pritshmëri, jemi të fokusuar në punë, edhe i besojmë fuqishëm që qytetarët të dielën kanë me vendos apo dojnë një qeveri e cila vizion e mision e në program të saj ka central me gaz, apo dojnë një qeveri e cila përëran projekte si ai djeshëm që e pom këtu në LAP në Lëpç vija e ujit. Kështu që qytetarët janë mes dy alternativa, a dojnë central me gaz, a dojnë projekte si ai dihet në Lëpç që ministri bashkë me kryetarin e komunës së Podujevës e prezanton dje.